A ka diçka që industria e modës sot po na mëson gabim dhe po na instrumenton më të madhe për vajzat edhe gratë? Atëherë, nuk do thoya vetëm vajzat e gratë, por në tërësi, si e kemi parë, si e shikoj unë, domethënë është që njerëzit po hidhen shumë pas konsumit të tepërt, po blejnë gjëra që nuk i nevojiten. Industria e modës është ke industritë më ndotëse në botë dhe veshjet po prodhohen fast fashion, pra moda e shpejtë, po prodhojnë pa fund dhe ky prodhimi i shpejt do të thotë që dizajni nuk është menduar shumë gjatë dhe konsumohet shpejt edhe hidhet tutje. Kjo është një nga problematikat më të mëdha që shohim. Po në mentalitetin, le të them, në psikologjinë e vajzave, si e shikon këtë mënyrën që sot moda po na i servir? A ka diçka të gabuar që ne po e marrim si shembull? Si e ndjen dhe përgjegjësinë edhe si një vajzë besimtare që ti je, si e ndjen këtë përgjegjësinë e modës, le të themi? Atëherë, është shumë e rëndësishme që njeriu t'i qëndrojë i vërtet vetvetes dhe mendoj që duhet që t'i bëjmë gjërat me sinqeritet. Pra, nëse shikojmë se shpesh herë na merr edhe rryma dhe shkojmë në drejt tendencave, drejt modave, drejt që s'na përkasin. Po nuk na përkasin fare, nuk na shkojnë, nuk na përshtaten. Nëse qëllon si fazë eksperimentale, okay, po ideja është për me kërku vetveten, për me gjetë vetveten dhe me e shfaq këtë përmes, në këtë rast, përmes veshjes. Dhe flas për këdo, jo vetëm për vajzat që janë me shami, flas për këdo vajzë dhe grua e cila duhet të ndihet sa më mirë me veshjen që ajo ka në përditshmëri apo jo.